Aplikimet në skemat kombëtare të mbështetjes së bujqësisë në qarkun e Korçës kanë ecur me ritme të shpejta. Fermerët mund të aplikojnë në 8 skema, nga bujqësia tek plegtoria dhe bletaria. Shumica e fermerëve, ashtu si vitet e kaluara, kanë treguar interes më të lartë për skemën e naftës. Deri më tani, në të gjithë qarkun e Korçës, janë kryer 9054 aplikime, nga të cilat pjesa më e madhe është për skemën e naftës, por nuk kanë munguar edhe aplikimet për blegtorin dhe bletarin. Kështu sipas të dhënave zyrtare, në skemën e naftës kanë aplikuar 7240 fermerë, ndërsa në skemat e tjera 1814 fermerë. Ata shprehen se janë të interesuar për këto skema, pasi janë një ndihmë për ekonomitë e tyre. I bashkuam me këtë shokun, se skemi tamam kanë dy lym, i bashkuam të dy, edhe i bëmë dokumentat, jemi në rregull, na ndihmuan shumë. Inshallah na dhanë tam shumë, të prodhojmë tam shumë. Ju intereson kjo skemë? Si sa intereson shumë. Skemën e bujqësisë, të naftës. Po, ai ka një karagjys. Ju intereson kjo skemë e naftës? Po, na intereson, si na intereson. Po, sa pa hiç, marrim ato që të marrim. Për naftën, 1 hektar. Ju intereson skema e naftës? Na intereson. Me naftë punojme, e plugojme, e frezojme, e me kosot lartë tërbile. Po, dokumentacioni, aplikimi është i thjeshtë? Po i patë më rregull, pas i patë më rregull se bëndot. Zgjerimi i skemës së blegtorisë ka rritur edhe numrin e aplikimeve nga blegtorët e rajonit të Juglindjes. Ndryshe nga vitet e kaluara, për skemën e bujqësisë, aplikuesve u kërkohen edhe dokumenta shtesë, skicat e tokës dhe faturat e shitjes së inputeve apo të prodhimit. Aplikimet për të gjitha skemat do të mbyllen në 30 maj dhe më pas do të nisë procesi verifikimit në terren nga specialistët e bujqësisë.